Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë të madhin Zot, Allahun xhalla xhelalu, mirësitë, bekimet, mëshira e Tij, qoftë mbi të dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që Ti na ke dhuruar, Ti je i gjithdituri dhe Ti je i urti. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, o Zot, na mëso atë që na bën dobi e na bëj dobi me atë që na ke mësuar e na shto Zot dijen dhe devotshmërinë. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu wa nu'allimuhu hujjatan lana la hujjatan alayna, shahidan lana la shahidan alayna, shafi'an lana indaka ya rabbal alamin, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. O Allah, o Zot, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument dhe dëshmi për ne dhe jo argument dhe dëshmi kundra nesh. O Allah, o Zot, bëje dijen që ne marrim dhe japim ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush vjen përpara të Madhit Zot me zemër të pastër, shëndetshme dhe vepra të mira, qofshim për këtyre njerëzve. Atëherë fillojmë inshallah taala me pyetjet të cilat i kemi të rezervuara. Nëse ndonjëri për vëllezërve apo motrave ka ndonjë pyetje, mund na japë sinjale dhe e dëgjoj. Thot, nëse dyshoj që gjatë guslit nuk e kam larë një pjesë të trupit, sidomos tek pjesët intime, a duhet ta përsëris guslin apo jo? Ka një rregull që thot, dyshimi gjatë bërjes së veprimeve korrigjohet dhe dyshimi i ardhur mbas adhurimit nuk merret në konsiderat. Dyshove qatë abdesit për diçka, korrigjoje aty në moment. Masi erdhe lart ke marr abdes, masi dole nga shtëpia, opa, më duket se s'lava veshët ose nuk lava dorën e majt. Nuk merret në konsiderat. Në namaz dyshova mes 3 rekatshit apo 4 rekatshit, e korrigjoj aty në moment. Masi e fala drekën, dhash selam, opa, më duket se fala 3, s'merret në konsiderat. Pra, dyshimi gjatë veprimit, gjatë adhurimit, korrigjohet. Dhe dyshimi mbasi ka mbaruar adhurimin nuk merret në konsiderat. Nuk merret në konsiderat. Si ka mundësi që në shumë rukje që kam dëgjuar nga YouTube-i, kanë shumë ndikim tek unë, siç janë hapja e gojës, pa kontroll, lotët që nuk pushojnë. Unë për veten time jam i mendimit që rukjet që bëhen të gatshme, që janë pra nëpër YouTube apo nëpër faqe të ndryshme, dhe njeriu fillon dhe reagon menjëherë, mua nuk më duket fort serioze si situatë. Sepse ka njerëz që kanë fiksim. Ka njerëz që kanë fiksim. Ati edhe ilahi me i vu, jo rukje, ilahi me i vu, a i fillon qanë, fillon bërtet. Do të thotë se nuk ka gjë për magjia së për mësysh. Kështu që kjo punë rregullohet nëse njëri i bën rukje vetes, ose dikush që është i specializuar në fushën e rukjes, bën rukje, pra kënon. Rukje çfarë do të thonë? Me ysht, me kënu. Kështu që mund të jetë e vërtet që njeriu të ndikohet nga një rukje e tregon që ka me të vërtet probleme, mund të jetë, po mund të jetë edhe fiksimi i robët. Kështu që nuk ndahet kjo punë, thjesht se duke ngjur një rukje reagova, nuk ndahet kjo punë kështu. Nuk ndahet kjo punë kështu. Mund të jetë, po edhe mund të mos jetë. Ka njerëz që
e kanë ushqyer veten e tyre që kanë diçka. Ose dyshon, ka frikë, se mos kom diçka, ta provoj herë. Po vej rukje, sikur po më lu dora. Edhe filloj lu dora me gjithmen, sikur i lu koma, dhe fillon i lu koma me gjithmen. Kështu që mund tjetë edhe psikike. Ja dhe një faqe, nga këto faqe që duhet me i denoncuar. Qa thot? Thot kjo faqja rukje pik shërim me Kuran. Thot kjo leximi i surës An-Nur mbi ujë të rëndafili dhe larja e fytyrës me të çdo ditë në mëngjes dhe para gjumit. Po pse leximi i surës An-Nur mbi ujë të rëndafili dhe larja e fytyrës me të çdo ditë në mëngjes dhe para gjumit është e dobishme në dash Zoti për trajtimin e shpërfytyrimit të bukurisë që lidhet me rastin e magjisë, veçanërisht për magjinë për të parandaluar martesë tjerë fillon pastaj historia këtu me ujë të rëndafili, ku dëgjon etj. Kjo është një gjë që s'ka argument për të. Dhe e përmenda qëllimisht që me uruajt prej këtyre faqeve të cilat postojnë emër të fesë pa pas minimumin e dijes. Allahu na ruaj. A lejo të falet shtrirë personin sepse ka frikë abortin për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore? Nuk ka dyshim se nëse me mjeksi klinikisht rrezikon abortin, rasti i femrës, lejohet që të falet ulur apo lejohet që të falet shtrirë, nuk ka asnjë lloj problemi. Për shembull, mjeku i ka thënë ti duhet të rish regjim shtrati. Dhe të gjitha veprimet ajo pothuajse i bën në shtrat, përveç se disa veprimeve. Atëherë mund të falet shtrirë, nuk ka asnjë lloj problemi. Pse? Sepse këtu rrezikohet jeta e bebit, e foshnjës, kështu që ka tolerancë. Po gjithmonë kjo nuk duhet bërë nga personi, se kështu e mendon personi. Nëse mjeku specialisti thot këtë gjë. Sepse me të vërtetë njeriu femra pa mund të jetë në rrezik aborti, por lëviz, shkon, hyn, del, nuk është puna aq keq. S'ka ngel puna vetëm ke falje, se po u fal abortoj. Pra kjo punë duhet ndarë nga një mjek specialist. Mundësisht të jetë besimtar ose besimtare, pra që i din dhe këto muhabetet e fesë, që kur t'japi një gjykim, ta japi gjykim pjekur dhe jo të presin manja. Si që janë disa njerëz që, jo, mëse bëj direkt, mile ka rrezik të thotë as mos u fal, fare, se i e keq. Kështu që duhet t'jetë njëri adapa i që flet për atë punë. A lejohet për besimtarët praktikantë të Islamit të punojnë një kompani sigurimesh? Pra, të shesësh policë të sigurimit makinës. Lejohet për ato siguracionet cilat janë të obligueshme, nuk përbën asnjë lloj problemi, inshallah taala. Pres një vajzë dhe desha të pyes për emrin Malza. Çfarë do të thonë Malza? Vajza e malit. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. A është e lejuar në Islam të bëhet fekondim in vitro pasi ne si çift e kemi problem dhe nuk arrit në mënyrë natyrale? Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, përderisa është brenda çiftit, përderisa ata janë të martuar tamam, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, përderisa ka pengesa dhe nuk shkon, si më thënë, natyrshëm situata, lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi. A është ndaluar ta qesim vajzën tash në kohën e akşamit, sepse nuk kemi mundësi ta qesim gjatë ditës, sepse është shumë nxehtë, mirë po na kanë thënë se nuk bën. Ka tolerancë, nuk ka asnjë lloj problemi. Nuk ka asnjë lloj problemi. Përshëndetje Hoxha Ahmed, jo Hamet, po Ahmed. Gratë Lehona thotë, kanë problem dalin natën jashtë, nuk e kanë problem fare të dalin, stresi zero. A është etike që burri masi
A është etike që burri mas me e lanë grun me fol me shoqet e saj, me i bërtit? Çfarë është ky për vlla? Nëse shoqet janë problematike që e ftojnë gruan për punë të këqija, dakord. Nëse është raport normal mes shoqes, ky duhet çuar në spital, ky burri, duhet me çuar atje ke reni. A është kjo lutje për kujtesë, sepse kemi parë në disa faqe që thuhet kush e bën këtë lutje nuk do të harrojë. Hajde bismillah ta shohim. Se nuk u ke felaten sa illa ma sha Allah. Edhe me i shry ujet edhe me e pi. S'ekziston askund. Nuk ekziston askund. Po mirë, po ta përkthesh ajetin çfarë thot? Ne do të ta lexojmë ty Kur'anin dhe ti nuk do ta harrosh përveç se po desh Allahu. Po çfarë lidhje ka kjo me kujtesën, me harresën? Po këta nuk ka kush i arreston. E bëjnë qef në për TikTok, në për Instagram. A lejohet me vendu, pra me vendos, në grep, peshk të vogël, për të kapur peshkun e madh. Lejohet, s'ka problem. Po mirë për shembull, nuk ka azab për këtë peshkun e vogël. Po vuni i vogël. S'ka lidhje tani. Allahu thot, e kam bërë për njeriu çfarë është në qiell dhe në tokë. Kështu që të tilla dëme të vogla nuk merren në konsiderat. E rëndësishme njeriu të ushqehet me peshk, kjo ka rëndësi. Dhe nuk ka problem se kapen karrema aty tek grepi apo kapen peshk të vegjël, nuk ka problem. Stresi zero. Kërkoj ndjes për shqetësimin e di që të thuash sot është budallik, por kemi dëgjuar shumë herë se tani do të filloj lufta e tretë botërore shumë shpejt dhe na ka kap frika. Madje kam dëgjuar disa njerëz të cilët thonë se në Kur'an shkruhet se lufta e tretë botërore do zhvillohet pa armëzjarri. Të lutem dua një përgjigje nga kapur paniku, thotë është e vërtetë. Është tamam siç e ke thonë në fillim pyetjes. E ditë që do të thush që është budallik. E para është, ne nuk ndalojmë dot atë që është shkruar me not. E dyta është, filloj apo mbaroj, ne s'kemi gjë në dorë. E treta është, ne do të pyetemi për namazin. Ne do të pyetemi për haramin, për halalin. Kjo që thotë tu, po të filloj e thotë dhe Kurani, ka filluar ku dëgjoni, po lufta e tretë do të bëhet pa armë, po do të bëhet me shpatë, nuk ka kështu muhabete, çfarë, nuk ekzistojnë këto muhabete. Ka ca gjëra që flasin për kohët e fundit, po nuk thuhet lufta e tretë do të bëhet kështu, s'ekziston askund. Ky lloj termi, kështu që stresi zero. Kështu që ti që ke stres edhe panik për këtë punë, lidhu me numrin 222. Numri 222 është me uçu natën, në orën 2 të natës, me fal namaz natë, falja e orë namaz natë, natë për natë. Edhe do iki ankthi bashkë me panikun dhe me stresin, do ikin ke vrap lale, të bo vrap. A është e vërtet që macja ka 7 shpirtra? Sa e rëndë ishte kjo? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që macja ka 7 shpirtra. Me këto mashtrusa, thotë dhe gënjeshtarët që i kemi rreth e përqark, si duhet sillim se na janë shtuar shumë. Mos u afro me ta. Rriu larg. Rriu larg se çfarë më po. Mundohuni që për çdo punë që boni me i shkruajt gjërat, me i faktu, me i dokumentu, me i bë me notar, me avokat, me i denoncu këta njerëz, sepse me të vërtet këta dëmtojnë shumë. Ma telefonoi një antar i familjes, na kërkoi 100 euro, ai kishte nevojë për nënën e tij që ajo të bënte një kontroll mjekësor, por disa minuta
por disa minuta më vonë mësuam se ky person po darkonte me koleg. Tani a marrim ne se vap që i dham atij para me atë qëllim? A na pranohet neve se sadaka pavarësisht se ai nuk i përdori për atë që i mori? Zot na ruaj, Allahu na ruaj. Juve ju shkon niyeti, pra ju shkon qëllimi, ju shkon sevapi, shpërblimi, siç e keni pas niyetin, mos e vrisni mendjen. Ky zullumqari, Allahu zot. Më ka ndruar jetë vjerri dhe gjithmonë e vizitoj atë gjatë pushimeve, por më thanë që se nuk është mirë që të lexoj aty Kur'an. E vërtet, nuk lexohet Kur'an në varreza. Çfarë bëjmë kur shkojmë në varreza? 3 gjëra. E para, japim një selam për gjithë të vdekurit. Pra kur futemi në varreza themi Assalamu alaikum ahle diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna inshallahu bikum lahiqun ose yaghfirullahu lana wa lakum ose yaghfirullahu almustaqdimin minna wal mustaakhirin antum lana salaf wa inna inshallahu bikum lahiqun. Disa lutje, po një nga lutjet bëhet, e keni për shembull tek libri Mburoja e muslimanit, dhe pastaj shkohet tek varri. Kur shkohet tek varri, gjëja e parë jepet selam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jepet selam të vdekurit. Sepse ka transmetime që nin selamin që jep dikush që e ka njohur atë në jetën e kësaj bote. Dhe pastaj bëhet dua për të. Nuk ka problem se si drejtohesh, por më e mirë është më u drejtu nga qapja. Pra vendoset varri mes teje dhe qapës, edhe bëhet dua për njeriu që ka ndruar jetë. A ka të drejtë burri që t'ja marri gruas rrogën pasi burri thot se kam detyrim me ia dhënë? E rëndësishme, këto muhabete më duken muhabete të lashta shumë. Unë mendoj që çifti duhet të kenë një kompromis, një mirëkuptim, duhet të kenë një gjuhë shumë më ndryshe në komunikim se sa ma jep rrogën, s'ta jep rrogën, takon rroga, s'takon rroga, e maj unë, se maj unë, e mati, se mati, ku dëgjoj, nuk e di vallaj. Çfarë më thonë, e rëndësishme është që unë, këshilla ime është për tilla situata që këta, pra çifti, të gjejnë një kompromis qysh në fillim. Qysh në fillim të gjejnë një kompromis se si do të menaxhohet, le të themi, arka familjare e kështu me radhë. A lejo t'ja vetë djalit emrin El Muhejmin? Jo, me El, emrat e Allahut nuk lejohen të vendosen si emra. Pra mund t'ja vesh fëmis emrin Muhejmin, po jo El Muhejmin. Mund t'ja vesh Metin, po jo El Metin. Me El jo, nuk ban. Pra emrat e Allahut, ka disa emrat e Allahut që s'lejohen në asnjë mënyrë. Emri i Allahut Allah, emri i Allahut Khaliq, emri i Allahut Muhyi, emri i Allahut Mumit, emri i Allahut Rahman. Disa emrat e Allahut nuk lejohen. Dhe emrat e tjerë të Allahut lejohen, por pa el përpara. Pra mund ta quhesh fëmin Rahim, po nuk mund ta quhesh Er-Rahim. Mund ta quhesh fëmin siç e thash. Për shembull Muhejmin, po nuk mund ta quhesh El Muhejmin. Emrat e Zotit nuk lejohet me vendos me el për fëmijët. Në ka ndruar jetë babai dhe një ditë përpara vdekjes ka qenë në gjumë dhe është përtypur sikur po hante bukë. Unë me thënë drejtën u mërzita shumë se mendova se ka qenë i rritur, por njerëzit po më thonë që po e ushqenin me lajket. E i Zoti më, alhamdulillah. Po pse duhet çdo gjë me i bë koment? Gjendja e njeriut në atë lloj situate s'ka as etje, as uri, as Ky tjetri thotë i kanë dhënë me lajke, kanë qenë të i dhënë me lajket. Po pra ishin të i dhënë banane me lajket, po i pshin qumësht. Mos e mani mendja aty se kjo është loja e shejtanit. Shejtani thjesht tallet me ju, loz. Ana pranohet namazin nëse
gjatë falës na del një fije floku. Jo. S'ka lidhje fare, namazi është i saktë. Nuk ka lidhje fare, namazi është i saktë. Stresi zero. Kam menduar që t'jap sadaka me niyetin që Zoti të më forcojë edhe më shumë në fe, edhe të më rrisin besimin e tij. Mirë, interesante është kjo. Jep sadaka me niyetin që të forcohet në fe. Mirë, mashallah, ide e mirë. Pra, një vepër e mirë për një qëllim të caktuar, inshallah s'ka gjë. A është problem nëse orën e dorës e vendos majtas dhe jo djathtas, as i problem s'është. Stresi zero. Vjeri më bëhet shumë agresiv, zgjihet shumë me vjerën dhe e shan shumë, por ama e ka vetëm me të inatin. Për çdo gjë zgjihet dhe kapet me të, madje disa herë ka goditur. A mos vallë vjerin tim e kanë pushtuar xhindët? Ka mundësi, Zoti e din. O e kanë pushtuar xhind, o e kanë pushtuar xhindet, femra. O është duke lujt menç, ka kaluar shenjat e para të skizofrenisë. E rëndësishme këtë lloj situate duhet ta zgjidhë djali. Djali duhet të jetë ai, pra burri jot o motra ime, ti që ke bë pyetjen, duhet të jetë ai i cili ti vi në zgjidhje situatës dhe ti mos ndërhy, se po të vjen në gjë më të sebeb, pa hanë kopaçe kokës. Kështu që mos ndërhy fare. Mos ndërhy fare në këtë muhabet, se kanë thonë ato të moshmit, kur zihen atë lartë e hajnë gomart. Kur zihen atë lartë e hajnë gomart. Kështu që mos u përzi, se po të vjen në gjë pastaj edhe. A mund të na shpjegoni se në disa vende mehri jepet vetëm kur ndodh divorci? E para, e dyta, ata e cakton babai dhe jo vajza. Mehri në Islam është dhurata martesore. Pra diçka që kërkon vajza me rastin e martesës. Iku. A mund ta kërkoj babai për vajzën e tij? Mund ta kërkoj. Ndoshta goca nuk i kupton gjonat, nuk i din gjonat, nuk ja din rëndësinë, dhe babai thotë gjë. Mehri i gocës tim është kaq, kërkoj kaq për mehr. Dhe nuk ka asnjë problemi që babai të negociojë për punën e mehrit. Ama nëse goca kërkon diçka vet, fjala është fjala e kujt? Fjala e gocës dhe e babës. E para. E dyta, mehri dorëzohet para hyrjes. Ose një pjesë para hyrjes, para natës së parë të martesës, dhe pjesa tjetër mbas, dhe caktohet. Për këtë arsye është mirë që kur bëhet mehri thuhet i cili do të jepet në këtë afat, dhe caktohet. Atje tek ne thotë japin vetëm nëse ndahet femra. Kjo është padrejtësi me Islam. Pse se mehrin e merr femra dhe e menaxhon femra, është pasuri e saj. Është pasuri e saj dhe nuk keti me prit. Po mirë ja su divorcun këto. S'merr, domethënë nuk merr mehr, pra mund vdesi femra, edhe s'merr mehr, se su divorcun. Dhe kjo në Islam është padrejtësi. Kjo në Islam është padrejtësi. Masi kanë filluar temperaturat të ngrihen, desha të pyes si qëndron puna për të fjetur në natën me ditare e hapur, shkaku i xhindëve. Edhe xhind kanë vap, mos e vrit mend, zvinë dhat apo që vap. Aman, elhamdulillah. Stresit zero, por hapi dyrt e dritaret me bismillah, e s'ka xhind që e dëpërton bismillah, kështu që stresi zero. Rishfeti ose bakshishi është halal apo haram? Janë dy gjëra të ndryshme. Rishfeti është temë tjetër komplet, bakshishi është temë tjetër komplet. Rishfeti është haram,
Bakshishi është halal. Rishfeti nuk lejohet në Islam. Përveç se nëse ti nuk arrin do të arrish marrësh hakun tat, të drejtën tate, atëherë në këtë rast mëkati është për marrësin dhe për dhënësin. Po mirë, cili është përkufizimi i rishfetit? Të meritosh atë që se meriton, ose të mohohet ajo gjëja e merituar për dikë tjetër. Pra ti jep para ose shfrytëzon pozicionin ose kundizon për të marrë atë që nuk e meriton. Për të arritur diçka që nuk e meriton. Ose me dhon diçka ose me shfrytëzu pozicionin për t'i mohuar dikujt atë që e meriton. Kjo është mitmarrje ose rishfeti. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu ar-rashi wal murtashi. Ka fituar mallkimin e Zotit ai që i jep rishfet dhe ai që merr rishfetin. Kemi thënë pra vetëm përjashtimi është kur njeriu nuk ka rrugë tjetër për të arritur hakun e vet dhe drejtën e vet. Atëherë në këtë rast është muhabet tjetër. Ndërsa bakshishi është halal, s'ka lidhje. Bakshishi është halal. Këtu në Suedi, thot, jatësia është në orën 24, pra në 12 natës. Sabahu, thot, është në 2:15. Tani, thot, unë e falë namazin e sabahut, po s'mund me ndejtë se më kap gjumi. Në orën 4 përfundon, a muj me fjet pak dhe më nguthin 3:45 dhe me falë sabahun 3:45. E rëndësishme është që me e falë sabahun në kohë. E rëndësishme është që me e falë sabahun në kohë. Thotë këtë vllai, duke qenë se jatësia është në 12, me prit sabahun, thonë 2 orë, po derisa të presh sabahun, derisa të dalë, vështirësi. Dhe thotë ç'a bëj? Flej gjumë, masi fal jatësin, edhe më ushqu në orën 3:45 edhe me e falë sabahun në këtë 15 minutë në fundit. Fetarisht je okay, sakt. Pra, sepse e ke falë sabahun në kohë. E ke falë sabahun në kohë. Allahu e lehtësoft. Hoxh thotë i falë 5 kohët e namazit, elhamdulillah, por kam merak plumbat dhe i ruaj në shtëpi i ushqej. A kam gjuna që mbaj plumba? Jo, më valla se ke gjuna. Maj plumba sa dush. E rëndësishme është të ruaj këto plumbat këtu, mos në shok, po ata maj, nuk ka asnjë lloj problemi. Kam një temë thotë shumë të rëndësishme, mendoj se gjysma e Shqipërisë ka si problem. A e ta ngjoj mirë. Nuk di thotë si ta formuloj si pyetje sepse nuk dua të keq kuptohem. Nëse ke mundësi trajtoje si temë në videot tua, ku është kufiri i detyrimeve si fëmijë, si vëlla dhe përdorimit nga ana e familjarëve. Bëhet fjalë për familjarë të shëndetshëm që nuk kanë asnjë lloj sëmundje. Të Zot për veten e tyre dhe shëndetshëm. Dhe përdorin vëllezërit e tyre apo motrat e tyre, apo fëmijët e tyre, ndërkohë që gjithë janë të martuar dhe nëse do të jesh i pavarur që mos shfrytëzohesh, dil në vete. Do të jetosh në vete, të punosh në vete, mos të kesh, po të shfrytëzon babi me mamin, vllai me motrën. Thuaj selam aleikum burra, Zoti në rrofë që më keni majtë, më keni rrit deri në këtë ditë, me dorë në zemër, dil në vete, shpërthen jetë, bëj punë, bëj biznese, edhe ndihmoj edhe këto kajçiki, bëj sadaka, po këto muhabete po shfrytëzojnë, se po na shfrytëzojnë, po na pinë gjakun gjithë jetën, më ikën valla dil në vete. Po dolën në vete, s'thot kush as sill lek, as mos sill lek, ke jetën tate, ke punën tate. A je danoç, dil në vete. Bismillah, mbështet ju Zotit, dil në vete. Problem që e pas ka gjysma Shqipërisë thot ty. Nëse di, këtë problem po nejse.
Nëse dikush na jep mish viçi, por nuk e dim nëse është prerë me bismillah pa halal, po jemi të sigurt që është viç dhe nuk e dim a është prerë me bismillah nga një person namazli. Gjë e më e rëndësishme që ne kemi në raportet tona me krijuesin është halali dhe harami. Dhe të ushqyerit me halal është e rëndësishme në Islam. Kështu që nuk mjafton që mishi me qenë viç apo me qenë dele që me qenë halal, po duhet që të jetë edhe plotësoj disa kritere që të quhet halal. Prandaj, nëse personi që ta jep mishin është musliman, mbaroi historia. Ti nuk duhet dyshosh, nuk duhet fillosh këto pyetjet. Nëse personi që ta jep mishin nuk është musliman, pyete, çfarë feje ke? Thotë jam i krishterë. Merre. Çfarë feje ke? Jam hebre. Merre mishin. E pyet çfarë feje ke? Ja, më thotë unë s'besoj në fe fare, mos ja merr mishin. Ai thotë jo se kam prehun, po e kam marr ke filani. Ai filani është musliman, po, merre. Ai filani është i krishterë, merre. Ai filani është çifut hebre, merre. Mbaroi historia. Ai filani ishte dhaj ateist, si puna këtij që po më bën dhurat, ose pagan, ose adhurues varresh. Mos ja merr. Pra nuk duhet merren më shumë këtë lloj situate. Kam një pyetje në lidhje me pastërtinë dhe faljen namaz. Shpesh i dezinfektoj rrobat me dezinfektues që përmbajnë alkool. 60-70% për arsye higjienike. A është e lejuar që të falem ato rroba? Kjo kthehet tek gjykimi mbi alkoolin. Alkooli është i pastër apo i pisët? Ka dy mendime ndër dietarët e Islamit. Dikush thotë alkooli është i pastër, edhe pse është haram. Dhe dikush thotë alkooli është i pisët. Varet se kush mendim je ti. Po nuk patë mendim, është e pastër rroba, mos u streso. Nëse e falim xumana, kemi patjetër obligim të falim edhe drekën? Jo. Në mendimin më të saktë të dietarëve. Nëse ti fal xuman, bie dreka. Bie dreka dhe nuk obligohesh për drekën. Pasi nuk ka argument që obligon një gjë tillë. Ka mendim, po nuk është mendimi më i saktë dhe më i drejtë. A është gjuna të kërkojmë sebeb për të mbetur shtatzën, si për shembull të shkojmë tek një grua, ajo vendos diçka tek barku dhe thotë që të vish 3 ditë. A është kjo gjë mëkat? Jo, mos është mëkat. Bëj sebepet, vejnë i gjok e barku, vejnë lidhin, bëjnë në i gur, me shtrëngu anin, me shtrëngu mitrën, ose punte e këtyre njerëz që merren me këtë fushë. Ka njerëz që janë shumë të specializuar në këtë fushë, fushën e fërkimit mitrave, rrotullimit mitrave, etj. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, hiç, stresi zero. Vjera më ka lagur vajzën me ujin me të cilin ka larë babajin e saj të vdekur. Dhe që nga jo ditë kemi pas shumë probleme, si ne dhe vajza. Shkoni të boni rukje. Shkoni të boni rukje. Allahu na ruaj. Inshallah ka bo për ignorancës xahilja. Inshallah ka bo për ignorancës dhe nuk ka pas qëllim të keq. Sepse varet çfarë ngjojnë njerëzit, varet çfarë thonë. Çfarë ndodhi herë ke pyetje tona këtu? Bëhet një herë pyetje thotë si bëhet për një person që i ka hodhur dhe dikujt, dhe unë e vdekurit, ditën e xhenazës ja kishte hodhur dikujt. Edhe u thashë kjo është magji, ku dëgjon të tjerë. Kur më shkruan një person më mbrapa thotë jam shumë keq. Thamë pse? Thotë ti ke thonë magji, po unë patë më thonë thotë që është se është mirë. Dhe se kom bo me njetë magjia, dhe jam shumë keq, tash por derisa se ke pas njetin, hajër inshallah. Pra edhe puna e kësaj, lagja një personi me ujin e të vdekurit është magji. Inshallah vjera nuk ka pas atë qëllim, inshallah o Zot, po që është magji, është magji. E rëndësishme kjo çështje trajtohet me rukje, pra me knim. Duhet më kënu tek një hoxhi i cili është adapt për atë punë, i cili është i fushës. Ju keni thënë në një video që kush vdes nga smundjet e barkut shkon shahid.
po problemet me mitrën që mund të ketë një femër dhe vdes prej saj, po edhe mitra futet tek pjesa asaj që shkuet barku, edhe konsiderohet prej shahideve, inshallahu ta'ala. Nëse harroj gjatë guslit e kam shpërlar gojen, po në fund e kam bë abdesin. A është i sakt? Është i sakt. Pra përderisa ti ke bërë abdes, je në rregull, inshallahu ta'ala. Jam një besimtar i fesë islame dhe adhuroj vetëm Allahun. Neve si musliman, a na lejo të shkojmë në objekte të kultit të feve dhe besimeve të tjera, apo në përvarre për shërim, pasi thuhet që kanë dhënë efekte. Në islam, kjo gjë konsiderohet idhujtari, paganizëm. Allahu xhallal xhelalu thot në Kur'an për Ibrahimin. Ibrahimi a.s. ka qenë pejgamber i Zotit, nga më të zgjedhurit dhe dashurit e Allahut. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. E kur unë smurem, Allahu më shëron. Pra ne e kërkojmë shërimin prej Allahut xhallal xhelalu. Ndërsa sebepet i bëjmë tek gjërat që janë të lejuara. Mjeku është i lejuar, Kur'ani është i lejuar, rukjet janë të lejuar. Çdo gjë që është halal dhe e lejuar, ne e bëjmë për të kuruar. Ndërsa vajtja në objektet e kultit të feve dhe besimeve të tjera, apo të sekteve që janë të dala nga Islami, apo në përvarre ku dëgjon e tjerë që një të çërohet, apo të vijnë bar, apo të ecin marr, të gjitha këto konsiderohen shirk. Idhujtari e Zotit thot në Kur'an, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Zoti në botën tjetër shirkun se fal kurrë. Çdo gjë tjetër edhe mund ta fali, po shirkun dhe idhujtarin Allahu nuk e fal kurrë. Ore një xhami me qenë, xhami, jo objekti një kulti feje, jo më xhami me qenë. Nëse dikush vjen ke xhamia dhe fërkohet dhe merr dheun e xhamisë, edhe e hedh ke ujë për ta pi, del nga Islami. Pra nuk është se kemi alergji. Kjo është edhe në Islam, po të luaj dikush mendç, ta boj këtë punë, do i themi o vlla, kjo është shirk, nuk lejohet. Kam lexuar se në namazin isha, dhe më thonë namazi i Yacis, mund të falim më herët me kusht që më një herë mbas ti të shkojmë për të fjetur gjumë. A mund të ma konfirmoni këtë si të sakt dhe të lejuar? S'ka lidhje kjo me flet gjumë apo mos me flet gjumë më mrapa, nuk ka lidhje me gjumin. Kjo është një çështje, ka hyrë Yacia apo jo? Nëse ne themi Yacia hyn një orë gjysmë mas akşamit, mund të falet, po se çfarë bën më mrapa ti nuk ka lidhje. Nëse ne për shembull themi që Yacia falet për shembull dhe themi 1 orë 40 minuta apo 45 minuta mas akşamit, mbaroi historia, kaq. S'ka lidhje, se çfarë bën ti mrapa. Ndërsa para kohë me çfarë kuptimi? Pa një koha jo s'bën. Për shembull, nga akşam në Yaci duhen 2 orë, po 2 orë sakta, jo kështu me kalendar, po 2 orë. Nga akşam në Yaci është 2 orë, sepse jetojmë në Finland, diku ku është muhabet tjetër puna e kohës. Ti s'mund ta falsh i orë gjysmë mrapa, i gjysore e para se s'mund ta falsh, do ta falësh kur hyn koha. Pra nëse ka hyrë koha e falim, edhe pse ndoshta në kalendar nuk ka hyrë koha. Ama kush e jep përgjigjen për këtë punë? Dikush që është adab. Pra kemi ngjuar hoxhën dhe hoxha ka thonë po, Yacia hyn, nuk hyn, me fjalë, i orë gjys, ekstremi i orë 35 minuta, hyn. Mbaroi historia, kaq, mund ta vendosh si kufi maksimal akşam Yacia dhe je okay. Po se çfarë bën mrapa nuk ka lidhje pastaj. Është një dietar të cilit është bërë një pyetje rreth imoralitetit. Pra dikush ka bërë marrëdhënie me të fejuarin e tij përpara se të bëjë nikahun. Ky hoxha po thot
se nuk lejohet martohet me të, sepse është zinaqare. Alhamdulillah. Mos ngjohni çdo njeri që flet, po ngjoni aty ku duhet. Fejesa në vendet tona është si puna e nikahut. Qa thuhet në fejes? Qa thuhet? Për hajër qoftë, ajë do të trashëgofshi. Sa vinë fejes prezent? A këmbehen dhurata? Se koncepti i fejesës në gjuhën, le të themi, fetare, është vetëm fjala jam dakord. Poja e parë. Poja e parë në Islam konsiderohet fejesë. Boni farë muhabeti, njerëzit edhe janë dakord në parim që ta vazhdojnë. Kjo në Islam quhet fejesë. Dhe në momentin që morin pjesë njerëz, ndahen dhuratat, e vin dhuratat, e shkojnë këta, e vin këta, ka marru historia, bismillah. Kështu që ai hoxha flet ndoshta për fejesën në vendin e tij. Fejesë në vendin e tij do thot poja. E para kjo. E dyta, edhe sikur të ishte kështu, kanë gabu 2-3. Për çfarë lidhje ka kjo? Quhet zinaqar, ai as ajo zinaqare. Zinaqar ose zinaqare quhet ai që e ka profesion. Ky quhet mëkatar, mëkatare, gabimtar, gabimtare. Çfarë lidhje ka? Kështu që stresi zero. Desha të pyes, a mund të lexoj Kur'an pa mbuloj? Pra pa shami, lejohet, nuk ka asnjë problemi. Po pa abdes, edhe pa abdes në mendimin më të saktë të dietarëve. Në ka ndruar jetë gjyshi edhe këta të familjes i këndojnë çdo ditë surën Yasin deri në ditën e 52, pastaj në ditën e 52 duat t'i bëjnë me vlut. A është kjo e drejtë sepse trupi eksplicit pas 52 ditësh. Eksplicit çfarë do të thonë? Shpërthen. Ë? Eksplicit thotë. Ka një lloj ideje që thotë mas 52 ditësh ndahet kocka nga mishi. Kështu thuhet. Prandaj çfarë bëjnë i kënojnë Yasin 52 ditë, 50 ditën e 52 i bëjnë i me vlut. Po mirë për shembull, po të ndodhi kjo, çfarë ndodh? Kjo është një gjë për cilën nuk ka argument, që mos ta kalojmë muhabetin tema tjera. As kënimi i Yasinit nuk ka argument, edhe më keq akoma, bërja e me vlutit ditën e 52 nuk ka asnjë lloj argumenti dhe është gabim, mos më thon tallje me fen. Sepse me vlut do të thot festimi i ditëlindjes së pejgamberit alayhis salam. Tani burrit huaj ka vdek baba, ti thu hajde të festojmë ditëlindjen e pejgamberit me që të ka vdek baba. Ti tjetri ka vdek nona. Ti thu hajde të festojmë ditëlindjen e pejgamberit, po pse? Nga që ka vdek nona, po bëjmë i festim ditëlindjes së pejgamberit. Pra, asnjëherë nuk e kam kap këtë pjesë, asnjëherë. Dhe kam thonë, ata që e kanë nisë me vlutin për herë të parë, sikur ta dishin këtë muhabet, do të kishin heq dorë nga me vlutin, që thonë haram me bë me vlut. Ata që e kanë shpik për herë të parë me vlutin, po ta dishin që shqiptarët do ta bëjnë për vdekje, për lindje, për synetlik, për hyrje në shtëpi, e ku dëgjon etj. Po ta ktheshim një herë kohën mbrapsht dhe thoshim, ju që keni bë me vlutin për herë të parë, do të vinë një kom dhe një popull që kur vdesin bëjnë me vlut. Kur lejnë bëjnë me vlut, kur bëjnë sunet bëjnë me vlut, kur futen në shtëpi bëjnë me vlut, kur dalin për shtëpi bëjnë me vlut. 52 bëjnë me vlut, 40 bëjnë me vlut, Qelimeja 72.000 herë etj. Edhe ato do të thoshin, Zot na fal, heqim dorë, më çifeni me vlutin se nuk lejohet në Islam. Kështu që Zot na ruaj. Këto janë gjëra për të cilat nuk ka argument.
A lejohet të falet namazi me pantallona të grisur? Që është tamam pyetje vere. Çunat vinë me pantallona të grisura, kondicione të tjera. Nuk lejohet. Ë? Po pra, janë ca pyetje që s'funksionojnë. Kjo pyetje mund të ishte sa në kohët e Enverit, për shembull, në kohët e Zogut, kohët e Turkut. Tani e rëndësishme, avreti, pra pjesa e turpshme e mashkullit është nga kërthinza deri tek gjunjët. Dhe kjo nuk lejohet që duket. Nëse është gris poshtë gjunit ose sipër kërthinzës, s'ka gjë, kështu që nuk bën, jo. Jetoj në Itali dhe këto ditë do të bëjmë shtëpi me kismet Zotit. Kam dëgjuar se kur hyn shtëpi të re, futet një gjel brenda. Edhe pse më duket pak si budallik, megjithatë tash të pyes. Edhe çfarë detesh duhet të bëjmë ne si musliman? E kishin gjunë herë këtë jo? Gjel kur futesh në shtëpi të re, nuk ekziston kjo në Islam fare, nuk ekziston në fenë e Zotit kjo që kur futesh në shtëpi të re duhet me fut gjel apo me theri gjel. Se ekziston fare, nuk ka. Çfarë duhet bëjmë? Bismillah, thjesht bismillah dhe futu. Edhe bëj dua në hyrjes së shtëpi. Cila është duaja e hyrjes së shtëpi? Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, ala Allahi rabbina tawakkalna. Dhe futu në shtëpi me bismillah. A mund të bëjmë dua pa i çu durët, pa i ngritur durët? Po, mund të bëjmë dua dhe pa ngritur durët, nuk ka asnjë problem. E kam një kushërir të mamit që është 80 e sa vjeçe, dhe ajo tregon se çfarë do të ndodhi. Mirë po, thonë që edhe falet, dhe ka paguar njëri me shku me i bë haxhin. Si është e mundur, thotë, me u fal dhe me nxjerr fall. Veni i çuditërave jemi ne jemi veni i çuditërave. Po ndoshta është ignorante. Ndoshta si din që kjo gjë e shit prej feje, Allahu na rujt. Me shti fall, ai që shtin del prej feje. E jo mo ai që është autori. Po njerëzit janë dhe ignorantë, njerëzit janë dhe ignorantë. Ndoshta si ka fol kush për këtë punë. 86 vjeç ka marrë punë sistemi qendror. Dikush nga familjarët ka kontaktuar me një hoxh dhe i ka thënë se nuk duhet ta shpërndash mishin e kurbanit se të marrin kismetin. Ky hoxha duhet denoncuar në polici. Ky duhet arrestu. Ti isha unë gjykatës i kisha dhënë 7 vjet burg. 7 vjet pasha Allahun, ti isha unë, të kisha gjë në dorë. Vetëm se e ka thonë këtë fjalë, e kisha marrë hoxhën dhe kisha arrestu 7 vjet në burg i kisha fut pasha Allahun. Vallahi bilaj për Zotin. Sepse thot po them familjarëve thot që duhet me shpërnda, por s'po më beson njëri se thot kush di më shumë, ti apo hoxha. Mirë me ata në rregull janë ata shkretnit. Ai që duhet arrestuar është hoxha, jo familjarët në rregull. Po ndjekim fjalën e hoxhës. Megjithatë ne i këshillojmë që kjo fjala e hoxhës nuk është e vërtetë. Kurbani është mirë të ndahet në 3 pjesë, 1 pjesë e marr njeriu për vete dhe 2 pjesë i jep. A është e vërtetë se maja e gjuhës së 7 kurbaneve zihet, pra vlohet, dhe nga lëngu jepet fëmijës që ka mungesë në të folur? Kishin gjunë herë? Pra 7 kurbane u kputet gjuha. Jo për zgjallin, pra mas janë therë, krap, 7 kurbaneve, ju prihet gjuha, zihet, edhe jepet fëmis, që ka probleme të folurën. Kjo është çmenduri, kjo është Zot na ruaj. Sikur ta dëgjoj këtë një mjek ligoped vret veten. Një mjek që është specialist i kësaj fushë, thot, ej, Zot na ruaj. S'ka më nuk ka për Zotin, ne, pasha Allahun, ne fitojmë çmimin Guinness, pasha Allahun. Ne jemi Nobel për të marrë çmimin Nobel me këto gjona.
vallaj, besoj se s'ka popull në botë që na e merr. Kupton ti çfarë thot apo jo? Me i kput gjuhën 7 kurbaneve, me zi, me adhona ti, kupton ti një fjalë, po. Amër doktor, ja këta kanë për të lënë pa punë. Këta kanë për qitë skarcë të këto muhabete. Kemi njeriu në tonë i cili është në moshën 60 e sa vjeçare, fal 5 kohët namazit, agjeron, jep zakat. I kam treguar një video tënd që flisje për rregullat e martesës me një person të një feje dhe besimi tjetër. Dhe mbasi të dëgjoj me vëmendje tha: "Hajde, çka ka thonë bismillah. Ky hoxha do t'i zbukuroj gjërat dhe nuk i thot gjëra siç janë. Martesa me dikë të një feje tjetër është ndaluar. Po mirë, me hajër inshallah. Ja kam bë halal. Përderisa që e ka musliman, përderisa fal namaz, përderisa agjeron, përderisa jep zakat, e du fort, e ne kam bë halal. S'ka gjë. Mirë është që këtij tipit ti lexosh surën Al-Maide, ajeti 5 ose 6 diçka e tillë. Thot Zoti në Kur'an: "El-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba halal lakum. Wal-muhsanatu min alladhina utul kitab." Janë bërë halal, ju është lejuar juve, o besimtarë musliman, që të martoheni me femrat cilat janë idhtare të librit. Pra neve në lejohet që të martohemi me një femër cila është krishtere ose hebreje, me kushtin që të jetë e ndershme. Ky është kushti i vetëm që ka vënë Islami. Muhsanat, e ndershme. Po që e ndershme, lejohet me u martu me të. Këti Habibit që thot për mu se ja fut kot ky hoxha, do më zbukuru gjonat, do më përshtat, do më bë modern, thjesht i lexohet ajeti i surës Al-Maide. E para, e dyta, pejgamberi Islam është martuar me kë? Me Marien, Marie el-Qibtije, kur ka ardhur tek pejgamberi sa Maria, nuk ka qenë besimtare, ka pranuar Islamin më vonë. Shqyrtoi këtij Habibit atë historinë me tasin e llalltit, i çik kryp, kurse unë ja kam bë halal, mos ta vrasim mendjen fare. Femrat, nëse e falin namaz sabahut dhe presin linjë dhill, 2 rekat kanë shpërblimin e haxhit njësoj si burrat? Po. Nëse femra e falin namaz sabahut dhe rrin aty, tu përmend Allahun, aty ku e ka fal, tu lexu Kur'an, tu përmend derisa të lindë dielli dhe pastaj fal 2 rekatshën, e merr shpërblimin njësoj si burri që e fal në xhami. Kam një pyetje, jem tu e nis, pra jemi duke nis një shtëpi, e desha me të pyet se a bën me shtin në themel të shtëpisë një zinxhir dukatit, një zinxhir të dukatit, një zinxhir florini. E çka tjetër duhet me shti? Asgjë, o vllajin, asgjë nuk shtihet. Hapet themeli me bismillah kaq, s'ka nevojë as për kokë dashi, as për kokë viçi, as për kokë lope, as për kokë njeriu, as për zinxhir dukati, as për zinxhir ari, as për zinxhir argjendi, as për zinxhir bakri, alumini, hekuri, s'ka nevojë vëllai me bismillah, në hec, alhamdulillah. Babaja ka gjendjen shumë të mirë ekonomike dhe ndihmon njerëzit duke dhënë edhe zeqat, por pa pëlqimin e nënës, sepse të dy punojnë dhe të hollat i kanë në një llogari. Dhe nënës nuk i jep fare, dhe nëna detyrohet të marrë tek dikush tjetër hua për të kryer obligimet ndaj fëmijëve në shtëpi, pasi babi refuzon dhe nuk i jep asaj. O Zoti, më çfarë bëhet shumë vëlla. Jep zekatin, thot, ndihmon njerëzit, nonës thot nuk i jep, dhe nona i borxh që të mbuloj këtu ka diçka që nuk shkon, këtu ka diçka që bën mas, këtu ka diçka që funksionon. Ka ndodhur një ngjarje e ngjashme në kohën e pejgamberit alayhis salam, por kaq ekstrem. Vjen Hindi tek pejgamberi sa dhe thotë pejgamberi i Zotit, Ebu Sufjani është shumë dorë shtrënguar. Nuk më jep thot atë që më takon mua dhe fëmijëve.
A më lejohet që të marr nga lekët e tij, pa I marr lejes, me lejes ti jep? I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Merr çat nevojitet, pa egzageru dhe pa e tepru. Kështu që në këtë rast lejohet, edhe kjo nona jote, lejohet që nga llogaria që ka të marri edhe stresi zero. S'ka nevojë me hyrë nona borxh, se ky I devotshmi nuk I jep ka. Kënej jep sadaka, jep zikat, kënej janë ca gjëra që si kap trunin, nuk I kap trunin. A mund të falen me qerpik të vendosur zgjasin 1 muaj? Jo, nuk mund të falesh. Sepse kur merret abdesi duhet lag. Kjo pjesa që ka kriju Allahu duhet lag. Në momentin që ke vendos qerpik me extension ose pa extension, kështu të ngjitur, falco, do të thotë që nuk futet ujë tek ajo pjesa, kështu që zvlen, nuk vlen abdesi e si pasojë, as namazi e kështu me radhë. Është një gru në Lubishde të Prizrenit, hajde këshyr fall, kinse me Kur'an përpara, dhe shkoj njerëzit të ty majnë radhë qysh nga ora 12 e natës me nxon renin. Ajo I këshyr fallin dhe ju bën hajmalia e kësaj seneve. A do të me pas frikë ne familjarët, nëse dikush nga familja jone ka bërë këtë tek ajo dhe ka marrë hajmali prej saj? E rëndësishme, mos shkoni kjo gryja në Lubishde, mos shkoni. Nëse kjo shtin fall, edhe pse e man Kur'anin përpara, edhe pse I jep hajmali, nuska, mos shkoni. Është e rëndë shumë që një musliman, që I thot vetes musliman, të shkojë tek këta sharlatan. Është e rëndë shumë, del nga feja dhe Islami. Të besosh se dikush mund të parashikoj të ardhmen, mund të parashikoj fatin, të shtjerë fall për ty, kjo është shumë e rëndë në Islam. Pejgamberi alayhis salam thot, kush vjen tek një fallxhor ose fallxhore dhe I beson në atë që thot ai, ka dal nga feja, ose transmetimi I saktë thot, ka mohuar atë që I është zbritur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo nuk është punë kështu, ka një mendim. Është një çështje për të cilën dietarët e Islamit, jo më kjo është gjithë dietarët kanë dhënë një mendim. S'ka dy mendime. A mund ta prekim Kur'anin I cili është I përkthyer në gjuhën shqipe pa abdes? Po, pa asnjë lloj problemi. A bën kurbanin ta paguajnë në bik dhe pastaj ata merren me therrjen dhe shpërndarjen? Po, në bik ose në meshihat, ose nëse ka institucion që merret me kurbanin, lejohet. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Bile edhe mirë, sepse ata çojnë për medrese, çojnë për vende që kanë sistem të ngritur. Shumë mirë kur ka njerëz që merren që kanë një sistem ngritur dhe e menaxhojnë situatën. Kështu që nuk ka asnjë lloj problemi, shumë mirë. Pra lejohet dhe nuk ka asnjë lloj problemi. A është normale çka bëjnë këtë vit? A është normale çka bëjnë këta në këtë video? Thuhet që në xhamin e vogël që e mban në dorë mrena janë disa kime të mjekrës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Aha, janë disa video që thonë me puth qimen e mjekrës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kjo gjëja ka 3 probleme mrena. E para, si ka mundësi me qenë qime mjekrë herë? Mund thush qime floku, po e qime mjekrë. Edhe thot disa, sa e më njona ka ranë tokë, e ka morë dikush, e ka rujtë dhe e ka pru, këtë xhamia X. Pas disa qime mjekrë, vëllai problem është. 1. E para, cili është zinxhiri I transmetimit. Pra si ma vërteton ti mua, o Zot, që kjo gjëja ka origjinë. E dyta. E treta, nëse është me të vërtet një fije floku e pejgamberit alayhis salam, puthet fija e flokut
jo xhami, jo qelçi, jo poçi. Ata çfarë bëjnë? Fusin në një poç, e I fusin të poth me poçit ose asaj shishes. Nëse do të ishte më të vërtetë një rrobë e pejgamberit alayhis salam, një fije floku e pejgamberit alayhis salam, një diçka që e ka përdor pejgamberi sa lejohet që ne si musliman ta puthim. S'ka si problem fetarisht. Dhe lejohet me u beku me të. Lejohet me Islam, sepse Zoti e ka bërë të bekuar çdo gjë që ka përdor pejgamberi sa ose çdo gjë që ka të bëjë me trupin e pejgamberit sa. Dhe kjo është prej Islamit e vërtetuar, e kanë bërë sahabët, është transmetuar brez mas brez, iku kjo pjesë. Tani kjo gjë këtu, a është e vërtet? Po, ma vërteto një. E para, e dyta, masit ma vërtetosh, më lër ta prek ta më vlla. Jo me puth poçin, qelçin, ose në një sta japin fare, më shtjellin, edhe ti puth shtresën e 48. Familja e burrit ka një biznes familjar të vogël në Bregdet, mirë pa aty shërbejnë edhe alkoolin. Burri thotë që kur të kthehemi do të punoj dhe unë atje. Unë I them nuk do të vi. Ne falim të dy namaz. A bëj haram unë që I them nuk do të vi aty? Musliman nuk lejohet që të shërbej alkoolin. Nuk I lejohet musliman që të shërbej alkoolin. Kështu që ti mos e bëj, Allahu shpërbleft. Këshilloje dhe kaq. Mos e kalon konflikt, mos e kalon qamet. Këshilloje, nuk bën, madje edhe hoxhën e kanë pyet, ja videoja, ta hoxha është haram, s'bën edhe kaq. Tani nuk duhet me eskalu situatën. Kaq ti këshilloje dhe mbaroj punën jote. Në momentin që ti o burrës bën, o haram, unë për vete nuk e bëj dot, etj. Po jo me kalu situatën që me kthy situatën. Nëse e prejmë një kurban dhe vendosim ta shpërndajmë sipas rregullave. Por këtu në fshat nuk na e pranojnë. E pa ta thonë këtë dikur, që ka disa vende që të pranojnë kurbanin, se hajnë varë mishin e kurbanit. Janë mësuar me peshk dhe me pula. E rëndësishme, nëse nuk e bëjnë, atëherë hajeni kurbanin gjithin vetin, vet. Hajeni vet me bismillah dhe stresi zero. A lejohet në fen tonë që personi të bëj botox në fytyrë për të minimizuar rrudhat? Po, lejohet, nuk ka asnjë problem fetarisht. Kam një rast që më kanë bërë prindrit një hajmali për mbrojtje. Ata aq kanë ditë, aq kanë bërë. Domethënë për të më ndihmuar mua. Mirë po unë tani më vonë kam mësuar që këto gjëra nuk lejohen. Si të veproj? Në këtë rast merret kjo gjë, hajmalia, merret një enë me ujë të kënduar, futet aty brenda, prishet aty brenda, zbërthehet aty brenda, lihet për janë një orë, 2 orë, për sa zhdukën shkronjat e gjërat, çfarë mund të ketë aty, ujë derdhet me bismillah kudo, s'ka problem, dhe pastaj digjet ajo që ka ngel letra, ato mbështjellëse digjen me bismillah. I thash nënës më jep një këshill. Ajo më dha një këshill, po se kam kuptuar. A mund të më shpjegosh? Hajde, bismillah. Më tha, mos detyro asnjë person që t'i ankohet Allahut për ty. Çfarë shpjegimi ka kjo? Po ti pyetën mamin o burr. Mami që ta tha, e pyetja, ma çfarë do më thon kjo? Mami ta ka thonë pyet hoxhën, po nëse s'ka problem. Mami jot me këtë që ka thënë tregon se është njëri që I friksohet Zotit, njëri I devotshëm. Sepse po të thotë, mos bëj që dikush t'i ankohet Allahut për ty në botën tjetër. Sepse çdo që të bëj një gjuna dhe mëkate, ja fal Zoti inshallah nëse pendohet. Ama nëse mëkati dhe gabimi është ndaj dikujt tjetër, I ke hyrë hak dikujt, dhe ja ankohet Allahut për ty, vallai shumë problem është. Kështu që nona jote të ka thonë, mos bëj pra që dikush, mos bëj një vepër apo diçka që dikush t'i ankohet Allahut për ty. Pse?
sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë, da'watul madhlumi la turad. Lutja e njeriu që është bërë pa drejtësi nuk refuzohet, nuk kthehet nga Allahu, një lutje që është bërë nga një person që është bërë pa drejtësi. Një personi që është bërë pa drejtësi, një personi që është bërë pa drejtësi nuk i kthehet lutja. Madje ka një hadith që thot njeriu që i bëhet pa drejtësia kur lutet, lutja çan qiejt derisa shkon tek Allahu. Dhe Allahu i thot asaj: "Wa izzati wa jalali la'ansurannaki walau ba'da hin." Pasha madhnin time, pasha lartësin time, unë ty do të përgjigjem, do të ndihmoj, qoftë edhe mas një kohe. Subhanallah, personit që i bëhet pa drejtësia, ndoshta nuk i vjen përgjigja e lutjes në moment ndaj personit që i ka bë pa drejtësi. Po vallahi bilaj që ka për t'i ardhë, ka për t'i ardhë. Për Zotin e madh ka për t'i ardhë. Së shpremtimi i Zotit, Allahu nuk e thyn premtimin. Kështu që nona kur ta ka thonë këshillën, ta ka thonë mashallah. Ngjoj dy terma, po nuk da bëj dot dallimin mes tyre, bidate dhe besytni. A është e njëjta gjë apo janë të ndryshme? Besytnit janë çfarë besojnë njerëzit për të cilat nuk ka fakt dhe argument fetar. Bidatet janë çfarë bëjnë njerëzit si adhurime për të cilat nuk ka argument fetar. Kështu që çdo besytni është dhe bidat, se s'ka për të argument. Po jo çdo bidat është besytni. Edhe herë, çdo besytni është edhe bidat, se s'ka argument për të. Shpikje njerëzore. Ndërsa jo çdo bidat është besytni. Për shembull, bëjnë dhikr me xhamat, është bidat. Pa është besytni, s'është besytni. Si jemi me kohën? Ka bidate që të qisin prej feje. Nëse ti shka adhuro varrin, është bidat, mund të quhet edhe bidat, sepse s'ka argument. Dhe të qitë prej feje. Sepse bidatet ndahen në bidate mukefire dhe gajrë mukefire. Bidate në akide dhe bidate në adhurime. Pra varet se ku futet. Për këtë arsye thashun, çdo besytni është dhe bidat, sepse s'ka për të argument. Po jo çdo bidat është besytni. Ka bidate që të qisin prej feje, dhe ka bidate që të qisin prej feje.